Cila zemër të me konë? Ajo që shejtani mbjën të qka dëna? Aj që shejtani lunë me ty si dëna? A nuk është turp i Allahut Azza wa Jall. Wallahi njëri turpruan nga Allahu Jalla Jalaluhu që të bëhet argat i shejtanit. Allahu Jalla la thot: "Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni?" Apo merrni ata dhe pasardhët e tij, apo i merrni ata, shikoj veç kjo thirrje të mjaftueshme me zgju, me këndell zemrën e çdo njeri. Do të thosh Allahu për Allah, a jeni të vendishëm se pasujt për shkani? Nëse nuk falen. Fatattakhidunahu, apo merrni shejtanin wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Subhanallah. Apo merrni shejtanin dhe pasardhët e tij, meq apo mbleni mu? Thosh Allah po thot, çish po mblen mu? Ka po shkon? Kujt po i kthesh? Mu po mblen. Allah, kjo është e mjaftueshme që njeri subhanallah t'ia dridh zemrën e tij dhe mos mbetet pa i nështruar Allahu xhalla xhelalu. Allahu po xhelazon Allahu xhalla wala, po të futizon, po t'jap shëndet, po të mban. Shejtani po të vjen me mërzi, me dëshpërim, me pikëllime, ato në fund pyetësh Allah, jo ty nuk po du. Ky është më i mirë për mua. Me çfarë arsye? Me çfarë logjike? Wallahi njeri nuk e kupton këtë. Me çfarë logjike? E lën Allahu xhalla wala. Shumë për njerëz fatkeqësisht wallahi sot i shohim e trajtojnë Allahun xhalla wala, thurse Allahu kush e di çka ju ka bëu aty lart. Thurse kanë armik, ik prej tij, nuk i kthehet atij, nuk i nështrohet atij, kurse për mëng Allahu xhalla xhelaluhu. Dorso e trajton shejtanin, thurse ai ditë për ditë hedije të këndshme vjen të shtëpia e tij. Pse vallahi bi Allahu xhalla wala. Po çfarë si ik një episodit vet? Kur e din se përfundimi ka qenë përsëri tek ajo. Përfundimi ka qenë përsëri tek ai. Nga se sikur se thash fillim dije, sa do që i largun nga Allahu xhalla wala, sa do lart që ke shku, sikur do të jenë në fund nga dyshimet, nga dilemat e mos falit namazit, sa do që ke shku larg, dije se dyrt e Allahu xhalla wala përderisa shpirti dhe trupi janë bashkë janë të hapura për ty. Kur Allahu xhalla në mbyll, nuk ka mëkat mbi fytyrë tokës se mund njeri me bë, e që ky mëkat më mbyll dyert e rahmetit të Allahut Azza wa Jalla. S'ka mëkat. Nuk ka e keqe që mundesh me e bë, e që ky e keqe më mbyll dyert e pendimit tek Allahu Xhalla Xhelaluhu. E pamundshme. Prandaj, sikur se është ankushë tonë dhe ka thonë, i mbyta njerëzit me fjalën do ta bëj, duke shtyer dhurimet e më mbytën ata me fjalën o Zot na fal. Sa ka investuar në ty shejtani që mos më fal namaz, ka kalu sa vite, e pastaj në fund njëri është penduar. Ka shku keq që ka bo shejtani hoq. Rënaja dëshira shejtanit, prisje armikut Allahu të zëgjerë dëshirat e ti, dëshpraje e knaqe Zotin tënë duku pendu. Knaqe Zotin tënë, dëshpraje armikun tënë, dëshpraje, piklaje, qysh për piklana e ty, qysh për dëshprana e ty, qysh për mbjell mërzin ty, ktheja me t'njejtën, ktheja me mërzi, ktheja me piklim, duke ju këthi Allahu të zëgjerë. Nga se kështu të piklan, kështu të mërzit e të. Wallahi shejtani piklohet, mërzitët, hidhrohet, kur ishe musliman duke nështru Allahu Azza wa Jalla. E Allahu gëzohet dhe kënaqet kur ishe rab të veq që i kthejnë Zotit e ty në ato.